Përshëndetje të dashur miq, mirë se vë takohemi sërish bashkë edhe këtë shtunë. Faleminderit juve, faleminderit sponsorit ton Golden Eagle Erotic, e ju tashmë e keni kuptuar se Priveja është e vetmja dritare ku për çdo javë ju sjellim më të reja të artistëve dhe fytyrave tona publike. Por kësaj radhe ju kemi sjellur diçka ekskluzive dhe shumë interesante nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo u foli u përfol gjithandej. U lavdrua, por më shumë u kritikua. Mira po keq, këngëtarja Bleona Qereti I arriti qëllimit të saj. Ajo u përfol nga të gjitha mediat gjithandej. Stafi I emisionit prive qëndruan me të rreth një jave dhe në vazhdim ju sjellim një material ekskluziv enkas për jetën e Bleonës në Los Angeles. Se çfarë bën ajo realisht atje, e ndjekim bashkë vetëm pas pak. Ky udhëtim u mundsua nga Hotel Emerald. Fuck you, I'm famous, famous, I'm famous. I'm famous, famous, I'm famous. They say a party ain't a party till a star walks in. E gjithë filozofia e Bleona Qeretit për famë në Amerikë nisi disi në formë të çuditshme. Një takim dhe pak shtytje ishin ato që I duheshin asaj që të bindej e të marrë rrugën për tokën e premtuar. U fol e u stër foljetesa saj në Los Angeles. Hollywoodi u mendua se do ta përpi këngëtarën e s'do ta lejoj të mbijetoj. E kritikuan vazhdimisht e asnjëherë nuk e pyetëm se si arriti deri këto. Bëhuni gati dhe vini rripin e sigurisë. Bleona përmes kamerës son do të shpalos ato që nuk I pam e nuk I dëgjuam asnjëherë rreth saj. 2 javë më parë në Los Angeles kishte filluar java e Grammy-t, siç edhe njihej atje. Nga festat dhe organizimet mediatike që bëheshin për nder të ndarjes së çmimeve të mëdha për Grammy Award. OK Magazine, e njohur si një ndër revistat më menam në Hollywood, për fotografitë e stilit paparazzi që servon për lexuesit, kishte organizuar festën OK Magazine Party. Ishin të ftuar emra të ndryshëm të botës së spektaklit dhe showit në Amerikë, fytyra të rëndësishme të reality show-ve. Mes tyre e ftuar ishte edhe Bleona. E veshur mjaft provokueshëm, por njëkohësisht edhe elegante, po bënte atë që din më së miri, po parakalonte në tapetin e kuq ku edhe u intervistua nga media të ndryshme. Nëse e besoni apo jo, nuk e di, por stilisti është shqiptar, quhet Shpëtim Zero, e ka bërë këtë xhaket specially për mua dhe është një talent absolutisht fantastik. Nuk është se ndejti gjatë, nga se pas pak duhet të shkonte në tjetër event, e kështu me radhë deri tek dita e madhe e Grammy Award. Erdhi edhe dita e madhe asaj që të gjithë po prisnin në veshë su hapur. Stresi që po e shoqëronte Bleonën ishte I tmerrshëm. Vetëm pak orë para se të fillonte ngjarja e madhe e Grammy Award. Alex, close the door please. Oh, sorry. I need everyone to stay quiet and not talk to me for a second until I read this, okay? Gjithçka nuk po shkonte mirë. Kulmi ishin këpucët e prishura nga pakujdesia e stilistë të saj, po që për t'i zëvendësuar tashmë ishte vonë. E ky moment na sjell Bleonën në këtë gjendje. Alex,
Flok në stilin e lagur të Versace's. Grimi i errët e fustani karakteristik ishin detajet që do ta bënin edhe një herë Bleonën të ishte në qendrën e mediave botërore. Një veshje skulpture bërë nga metali me ngjyrën e arit roz dhe një fund të gjatë të punuar, detajisht me pendla e dantel, po nxirrte në pa një Bleonë provokative, por edhe elegante. Me problem, nervoza, inate e skandale në dhomën e hotelit pranë qendrës Staples në Los Angeles, ku do të mbajë ceremonia e Grammy Awards. Bleona po kalonte momentet e fundit deri tek zbritja në tapet. Shkrepjet e njerëzve, paparazzve nuk kishin të ndalur. Gjithkush për vete dëshironte pak nga Bleona. Aty deri ku ishin të lejuara mediat nga Europa, arritën të jemi edhe ne, duke përcjellur Bleonën e duke arritur të kapim edhe yjet të tjerë. Duke qenë që emri im nuk ka qenë i nominuar për Grammy, PR-i im ka qenë vetëm Bleona, do të vish shumë shpejt, do të bësh fotografit, edhe po du të me kalu shpejt gjithçka, sepse në orën 4:30 kur shkum ne vinë superstar më të mëdhenj botës dhe asnjëri nuk të kushton të vëmendje. Dhe në momentin që unë kam hyrë me 3 metra fustan, nuk kemi mbritne me shkudert e fotografit, sepse kanë qenë gjithë njerëzit non-stop në për intervista, duke më ndalur, duke më thënë hajde këtu, qa ke veshur sonte dhe si është e mundur që erdhe me këtë ide dhe ku e ke gjetë këtë lloj skulpture. Me të mbaruar Grammy, filluan përgatitjet finale për koncertin e këngëtares në Los Angeles. Në klubin më të mirë e më me nam në LA do të performonte Bleona. Para se të arrinte në natën e koncertit, provat me koreografi ishin të domosdoshme. Kush po e ushtronte Bleonën për lëvizjet që do të praktikonte në koncertin e saj. She's crazy. Ajo është e çmendur, por të gjithë e njohin Bleonën për atë që është. Ajo është një punëtore tepër e madhe. Gjithmonë ka miliona mendime të mbledhura në një hapësirë të vogël të saj. Ajo ka absolutisht shumë vroll që unë ndonjëherë kam parë tek një artist. I think I've ever seen in an artist. Mori fund për ditën e sotme, gjithçka në Evolution Studio, për t'u rikthyer të nesërmën dhe për t'u njoftuar me vallëtarët që do ta shoqëronin këngëtaren në skenë gjatë performancës së madhe të koncertit të saj në West Hollywood. Ky është ai që është pjesës e cilit koncert të J-Lo's dhe të çdo kujt tjetër. Unë e gjeta dhe i bëra presion, puno me mua. Bleona is crazy. In a good way. Bleona është e çmendur në formë të mirë. Ajo është e pasionuar për atë që bën. Filloi rutina ditore e këngëtarës. Bleona tashmë kishte emocion. Koncerti i saj më i madh po bëhej. Because you're gonna have 1,000 bodysuits. Yeah. Why don't you just have something flowy and transparent just for this shot? Because it's nice to change. Meaning you want just like a dress? Yeah. Yeah, we could do that too. With like really high slits. Yeah, that's what I'm saying. Yeah. Is that what? With like a high slit. Okay. I'm famous. On the famous bang. Okay. The confetti. Tell him when that is. Fuck you, I'm famous. Koncerti këtu ka qenë presion i madh sepse është LA. Dhe unë kam ftu menaxherët dhe agjentat më të mirë në Hollywood nga lista ime telefonit që i kam personal dhe i kam ftuar në këtë koncert. PR-i im ka ftuar në këtë koncert, kanë qenë 629 persona që janë ftuar në koncert. Dhe ka qenë presion shumë i madh sepse e para nuk janë fansat e mi, janë njerëz që akoma nuk më njohin. Me kaq për prive po japim fund në lidhje me Bleona Qeretin. E ju qëndroni me ne. Nesër në ora 22:30 do t'ju sjellim emisionin e gjatë Bleona në LA.
Ky udhëtim u mundsua nga Hotel Emerald.